Në javët e fundit, emri Louise Ailit ka nisur sërish të qarkullojë me intensitet në rrjetet sociale dhe në bisedat e publikut, duke rikthyer vëmendjen të një figure që edhe pasi ka mbyllur kapitullin e tij të Big Brother VIP, vazhdon të mbetet magnet për audiencën. Përflitjet janë shtuar dhe zërat janë bërë më këngulës dhe pyetja që shumë kush bën është e njëjtë. A do të rikthehet Louise në ekran dhe në çfarë forme? Po përpara se të flasim për thashëtheme e ditëve të fundit, është e domosdoshme të ndalemi për një moment dhe të kujtojmë kush është Louise për publikun shqiptar dhe pse çdo përmendje e emrit të tij ngjall kaq shumë reagim. Louise Aili mbahet mend si një nga lojtarët më të veçantë dhe më polarizues që ka kaluar ndonjëherë Big Brother VIP. Ai nuk ishte thjesht një banor, por një fenomen social, një lojtar që ndërtoi një narrativ personale të fortë, duke kaluar nga izolimi, keqkuptimi dhe presioni psikologjik në një rikthim të fortë emocional që riktheu në favorin absolut të publikut. Louise nuk fitoi vetëm çmimin, por fitoi identifikimin e njerëzve me historinë e tij, me mënyrën se si përballoi vështirësi dhe refuzimin për të dorëzuar. Pikërisht për këtë çdo lajm lidhet me të. Lexohet jo thjesht si informacion, por si një rikthim i mundshëm i një figure që ka lënë gjurmë. Së fundmi ajo që po përflitet më shumë është se Louise mund të shfaqet sërish në Big Brother VIP, por jo si banor. Zërat flasin për një hyrje të shkurtër, për disa orë, një pranisë simbolike, ndoshta si surprizë për banorët apo si element që do të trazojë dinamikat e shtëpisë. Këto përfolje nuk janë konfirmuar zyrtarisht, por fakti që emri i tij lidhet sërish edhe me formatin, tregon se produksioni dhe publiku janë ende të vetëdijshëm për peshën që ai ka. Paralelisht për këto zëra, një tjetër temë që po diskutohet gjërësisht është edhe ferma VIP. Këtu përflitet shkojnë edhe më tej. Louise shihet si një figurë që mund të ketë një rol udhëheqës. Madje është përmendur si ideja një lloj kryeplaku, që figura e tij orienton, këshillon dhe mban ekuilibrat mes konkurrentëve. Një rol që sipas shumë ndjekësve, më i pjekur, më i qetë, por ende me atë karizmën që e bën të dëgjuar. Megjithatë, mes gjithë këtyre spekulimeve, është e rëndësishme të rikthehemi te ajo vetë që Louise ka thënë publikisht. Në intervistën e tij të fundit në Kosovë, ai është shprehur në mënyrë të matur dhe të drejtë për drejtë, pa u shyer pritshmëri të rreme. Ai ka lënë të kuptohet se nuk është i prirur të hyjë lehtë në projekte që përsërisin të shkuar vetëm për efekte nostalgjie. Ai ka theksuar se çdo angazhim i ri për të duhet të jetë me kuptim, me peshë dhe një rol të qartë, jo thjesht një zhurmë mediatike. Louise ka folur për nevojën e distancës, për faktin që Big Brother ishte një eksperiencë unike, e papërsëritshme, në të njëjtën formë, dhe se çdo rikthim duhet të jetë i menduar mirë. Fjalët e tij janë interpretuar nga shumë kush si një qëndrim realist, që nuk i mbyll dyert, por as që nuk premton atë që nuk është vendosur. Në fund të ditës, ajo që mbetet është kjo. Përflitjet janë pjesë e lojës mediatike, sidomos kur bëhet fjalë për një figurë si Louise. Publiku dëshiron të njohë formatet që përfitojnë nga emri i tij dhe rrjetet sociale që e mbajnë gjallë diskutimin. Por e vërteta të paktën deri tani është se asgjë nuk është zyrtare dhe vetë Louise ka zgjedhur të flasë me më shumë maturi se sa me premtime. Nëse ai do të rikthehet, qoftë për disa orë, në Big Brother apo në një rol drejtues si ferma VIP, kjo mbetet për tu parë, por një gjë është e sigurt. Louise Aili nuk është thjesht një ish banor realiteti. Ai është një kapitull që ende nuk është mbyllur plotësisht në historinë e televizionit shqiptar.